Pra, ftesa e kryeministit Kurti është totalisht e pasinqertë. Është lojë politike, edhe është manipulim i opinionit publik. Po mundot edhe njerë me i mashtru votuesit e Kosovës, që gjoja onë nuk po du me që vendin zgjedhje, po këta nuk po vinë takime së përqore. Është vërtet që po do me qua? Po nëse mashtru me 51%. Pse me shu me 51%? Fillimisht, pse unë e këtë pyetje kam bo shumë, po për shkak se nuk e ka menu Albin Kurti që Vjosa Osmani i del kaq këngulse në qëndrimet e soja, edhe i shakton aq shumë të lashe elektorale, edhe në momentin kur e ka pasë çfarë efekti ka, kur ky kapet me presidentin Osmani, e ka kuptuar dhe tash po mundohet me i parandalu zgjedhjet. Po tash është e pamundur, sepse tash jemi në lojën e kushtetuesës, jemi në lojën e dispozitave kushtetuese, nuk kemi marrë pjesë në lojës politike. Po çfarë kuptimi ka kur kryeministri i ftoi liderët e partive opozitare, u taku disa orë me ta, disa herë me ta, nuk prodhoi kur gjë, prodhoi prapë të dy kandidatë partijak. Dhe tashti, mbasi që del mosa e përkohshme e gjykatës kushtetuese, ku thotë kuvendi i pezullohet deri me vendimin final të gjykatës. Pra çka me diskutu për temën e presidentit, ku ti çështën e ki gjukatë kushtetuese dhe pritet verdikti i saj. E dyta, çka prodhojnë këto takime? Çka kish prodhu që ti shtaku Albin Kurti me Bedri Hamzin dhe me Lumer Dëgjikun? Çfarë efekti juridik ose politik prodhon? Zero.